për të ndeshme që Republika Moldova. Miqtë të FSHF-TV ju përshëndes dhe uroj mirëseardhjen, mirë se vini në këtë ndeshje miqësore që Shqipëria U21 do të luajë sot në Moldavi. Jemi së bashku në qendrën stërvitore FAM, aty ku bëhet gati për të startuar kjo sfidë mes Moldavisë dhe Shqipërisë U21. Kto janë formacionet e të dy skuadrave. Ky është formacioni i skuadrës moldave i përzgjedhur nga trajneri Sergju Sebotari. Ndërkohë shohim edhe taktikisht vjen me një 4-3-3 skuadra moldave në këtë sfidë miqësore të sotmen përballë skuadrës së Shqipërisë. Kyshtar kryesor është Dumitru Muntean, ndërkohë që në krahun tjetër kjo është përzgjedhja e bërë nga ana e trajnerit Alban Bushi. Në port është Giulio Velia, më pas në mbrojtje me 5. Janë Vokri, Kurti, Ramaj, Fikaj dhe Përndreca. Mes fusha përbëhet me Sheun, Fetajn dhe Alilin, Toma dhe Dodaj janë në dyshën e sulmit. Me një 5-3-2 në fakt skuadra jon. Dumitru Muntean është, siç thash, gjyqtari kryesor i kësaj sfide, e cila zhvillohet në qendrën stërvitore të skuadrës kombëtare të Moldavisë. Kujtoj që kjo është një fush me bar sintetik, nuk është me bar natyral. Me një 5-3-2 skuadra jon. Toma dhe Dodaj janë në dyshën e sulmit, lojtarë të cilët kanë luajtur shpesh në sulm gjatë këtyre ndeshjeve të fundit së bashku. Kujtoj që Shqipëria U21 luan në këtë miqësore të parë sot përballë Moldavisë, pas 3 ditësh do të luajë në Elbasan, pikërisht përballë skuadrës së Ukrainës. Që muajin e shkuar fituam 1-0, 2-0 përballë San Marinos. Në shtator luajtëm dy sfida prestigjioze me Zvicrën dhe Gjermaninë, të dyja sfidat u mundëm. Shohim pra se çfarë do të ndodhë në këtë sfidë sotmen. Topi i cili është humbur nga ana e Ajdën Shehut, Fetaj. Të shtroi pressing. Fetaj. Që kthehet nga Leo Saka. Trotoja në krahun e majt, pikërisht për numrin 4, Vlad Paskari. Si e mirë tashmë shohim Dodaj. Kevin Dodaj, i cili luan pikërisht për skuadrën e CSKA Sofias, ushqit në verën e fundit.
nga Vllaznia. Topi që kontrollohet nga ana e Përndrecës. Mundësi e mirë për Ndreca, pasimi dhe në qendër, më pas kjo goditje, topi që është bllokuar, ishte një tentativë e lojtarëve tonë në anë të Burak Halilit. Tjetër goditje dhe topi që nuk arrin dot të shkojë në rrjet. Ishte Kevin Dodaj, shansi i shkëlqyer për Shqipërinë që në minutën e dytë për të realizuar golin e avantazhit. Aiden Shehu. Djer Vokri bën debutimin me kontaren U21. Djer Vokri, lojtari i skuadrës së Ballkanit. Edhe një tjetër kjo tentativë. Topi devijohet, ka një goditje nga këndi. I takon skuadrës moldave, kjo është e para. Goditje nga këndja e cila do të ekzekutohet nga Christian Antoniuc. Ky krosim drejt zonës në shtyllë të dytë, topi që është devijuar. Fikaj. Mbrojtës e skuadrës së Panathinaikos në kampionatin grek. Fetaj. Topi që mbahet nga ana e David Ovidiu. Toma. Një golin e parë në fundjavën e shkuar përballë Teutës, skuadrën e Partizanit. I cili ka bërë paraqitje shumë të mira tek skuadra e Shqipërisë U21. Në ndeshjen njësore me Gjermaninë dhe Zvicrën. Shkon me edhe një tjetër Toma. Ka një ndërhyrje ndaj tij, falli i shkaktuar, ka goditje dënimi. Dashmë se çfarë do të sjell kjo mundësi për skuadrën e Shqipërisë, pranë topit është Kevin Dodaj. Janë ky krosim drejt zonës, topi është devijuar. Vënia anësore e cila do të kryet pikërisht nga ana e Fabian Përndrecës. Janë ky top drejt zonës, është devijuar Fetaj. Përndreca. Mësimi në zonë, më pas kjo mundësi e Tomës, vazhdon aksioni. Tenton edhe Aiden Shehu.
Topi që kontrollohet nga ana lojtarëve të skuadrës së Moldavisë është Bojko. Liveni anësore qëndrojmë sërish në sulm. E parë pikërisht për Fabian Përndrecën. E parë pikërisht për mbrojtësinë e skuadrës së Bylisit, lojtari i cili ka bërë paraqitje shumë të mira në këtë sezon tek skuadra ballqote. Që Përndreca, Vokri, Dodaj, shojmë të tentativë të Dodajt, Toma, Fetaj, janë lojtarë që kanë minuta të plota në klubet e tyre në skuadra të para. Liveni anësore tashmë në favor të skuadrës moldave. Liveni anësore e cila do të kryhet pikërisht nga ana e Diyarbakırit. Toma, provon ta kthejë atë top për Fetajin. Ka pozicion pa rregull për Fetajin. Topi që jepet përpara drejt sulmit. Mbetemi sërish përpara me këtë rivënie anësore. Që kanë parë dhe Alban Bushin. Karin e skuadrës U21. Fikaj. Që mbahet nga ana e Ramajt, më pas është Kurti. Topi edhe përpara drejt sulmit kërkohet pikërisht Fabian Përndreca. Edhe një tjetër Përndreca e mbron mirë atë top, më pas kjo goditje drejt portës, topi që është bllokuar ishte Burak Halili. Çfarë mundësie për Burak Halilin në sfashorën e skuadrës Stad Nyon në kampionatin zvicerian. Topi hedhur përpara drejt sulmit. Shtron presin Burak Halili dhe Ajdon Shehu. Topi që jepet në krahun e majt, por nuk kontrollohet siç duhet nga ana e Kristian Antončić. 10 minuta lojë kanë kaluar 0-0, mbetet diçka e barabartë në këtë ndeshje miqësore mes Moldavisë dhe Shqipërisë për moshat U21. Luaj mirë, deri tani kemi goditur shtyllën, kemi patur një rast për gol. Topi të shpikërisht Kristian Antončić. Kem kanë parë edhe portierin Giulio Veliaj. Simi drejt zonës është i lartë, ai top kontrollohet nga ana e portierit Veliaj. Fetaj. Është marrë ai top, por me faul. Goditje lërimi edhe një tjetër, shojmë ndërhyrjen e shkaktuar ndaj Fetajit. Kurti.
Edhe një tjetër për Ndreca. Si e mirë tashmë pikërisht për lojtarët e skuadrës Moldavis për të organizuar Mardari. Përsimi drejt zonës, kontrollon gjithçka me qetësi Diyarbakri dhe portieri Veliaj. Që jepet në krahun e djathtë. Ana e Thomas. Edhe një tjetër Toma. Një ky pasim për Kevin Dodajn. Është shumë i fortë ai top për Kevin Dodajn. Pavarësisht shpejtësisë që ka, si Shkodra nuk arriti do ta kontrolloj. Që merret edhe një tjetër nga ana e lojtarëve të skuadrës së Moldavis në rrym Fetaj Alili. Diyarbakri. Që kontrollohet nga ana e skuadrës së Moldavis. Është pikërisht portieri Dumenko. Për Ndreca. Kurti. E ka buar këtu në pasim Diyarbakri, shem dashmë këtë mundësi për skuadrën e Moldavis. Vjen ky krosim drejt zonës, kontrollon me qetësi portieri Giulio Veliaj. Që kontrollohet nga ana Elton Fikajt. Kjo riveni anësore, shohem Toma. Mbër mirë topin, rrok Toma. Për çudi nuk ka një goditje nga këndi. Protestojnë dhe arbitën gjithë lojtarët tanë. Mundëm riveni nga vija fundore. Shem në plan parë edhe numrin 6, Rahmaj, lojtari i skuadrës Atalantës, luar me ekipin U20. Për Ndreca, largohet topi nga ana e Ramajt. Toma. Shtyn përpara tashmë pikërisht skuadra moldave. Edhe një tjetër mundësi pikërisht për Moldavin. Gjithçka këtu. Edhe Arlind Kurti ka një faull të fituar gjithashtu prej tij. Fikaj.
edhe njërë tjetër Elton Fikaj. Kemi dhe historin e rezervave të skuadrës tonë. Niko që Pushi je udhëzime tek Fabian Përndreca. Merë ndihmën e parë, tashmë pikërisht Kevin Dodaj, kujtoj që alternativa në sulm janë Rashica, Gugjufi, Daka. Largohet për momentin jashtë vijave kufizuese, pikërisht Kevin Dodaj. Pranë topit është pikërisht numri 8 Burak Alili. Inkrosimi i Alilit është drejt për së drejtin port, ajo goditje 1-0, shënon Shqipëria. 0-1 Burak Alili nga rreth 40 metra. E dërgon atë top drejt për së drejtin në rrjet. Çfarë goli realizuar nga ana e mesfushërit të skuadrës së Nyon. Fantastik ekzekutimi. I befasoi të gjithë me atë goditje Burak Alilit, të gjithë prisin një krosim dhe në fakt ashtu duk fillimisht, por ai top përfundoi në rrjet. Se dal në fakt shumë përpara portieri, priste edhe ai një krosim në zonë. Zero me një, kalon në avantazh. Ne meritonim fakt të gol pasi po luajmë vërtet shumë mirë në këto minuta të para. Golul a fost marcat de Burak Alili, numărul 8, selecționata Albaniei. The goal was scored by Burak Alili, Ka një top për kurmedor. of Albania. Që kontrollohet nga ana e lojtarëve të skuadrës tonë është Ramaj Kurti. Kapitan mjaft një pikërisht për numrin 8 Burak Alili, vjen krosimi drejt zonës. Kontrolluar ai top nga ana e portierit Dumenko. Topi që kontrollohet nga ana e Gabriele Ramajt. Veliaj. Fetaj, Fikaj. Veliaj. Edhe një tjetër Ramaj. Kem të mundësi tashmë për lojtarët e skuadrës së Shqipërisë është Kevin Dodaj. Një tjetër Dodaj lëviz mjaft mirë. Ku ka një ndërhyrje ndaj tij, por portieri nuk ka kërkuar një faull. Gjithsesi provojnë sërish lojtarët tanë të rekuperojnë. Djerë Vokri. Fetaj. Topi që është marrë nga ana e lojtarëve tanë. Ajdon Shehu.
Kurti. Fetaj. Faulli i shkaktuar pikërisht ndaj Ajdon Shehut. Fetaj. Fikaj. Fetaj. Përsimi drejt zonës. Shumë dashmë këtë mundësi për lojtarët e skuadrës së Moldavis, provojnë të organizohen. Rekuperon mjaft mirë Fetaj, Diyarbakri. Ajdon Shehu të në të aksion dhe Elton Fikaj ka hapësirë përpara Fikaj. Topi që deli është vijave kufizuese. Largohet topi nga ana e Kurtit. Leo Saka. Shemi të krosim drejt zonës, topi që është kontrolluar nga ana e portierit Veliaj. Ajdon Shehu, Fetaj, 26 minuta loj, Shqipëria kryeson 0-1 me Moldavin me një gol të realizuar nga Burak Halili në minutën e 18. Ramaj. Topi hedhur drejt sulmit pikërisht për Burak Halilin, por ka një pozicion pa rregullt. Pozicion jashtë loje pikërisht për Burak Halilin. Edhe një tjetër mbrojnë topin mirë lojtarët moldav.
falli shkaktuar tashmë pikërisht nga ana e Rock Thomas. Edhe një tjetër provojnë lojtarët e skuadrës Moldavis në krahun e djathtë, por mbyll mjaft mirë këtu Elton Fikaj. Dodaj. Ka një ndërhyrje të parregullt. Një fallë shkaktuar nga ana numrit 14, Petar Gospodinov ndaj Fetajt. Fikaj. Për Ndreca, falli shkaktuar prej tij, goditë dënimin në favor të skuadrës së Moldavis. Ka një tjetër ndërhyrje të parregullt. Shojmë këtë goditë dënimin në favor të skuadrës së Moldavis. Pranë topit është pikërisht Anto Ciuc. Krosimi është i lartë, topi që del për momentin nga zona, më pas kontrollon portieri Veliaj. Fikaj. Kurti. Ajdon Shehu. Fetaj. Burak Alili. Ajdon Shehu. Shtu përpara dhe Ramaj. Ka një fallë është më të shkaktuar. Dopit është pikërisht Burak Alili nga ky pozicion shënoi golin. Krosimi drejt zonës, topi që është devijuar. Shumë të rrezikshme krosimet e Burak Alilit. Këtu shkakton faull, Arlind Kurti ka karton të verdh për të. Nuk kishte zgjidhje tjetër vetëm ta ndalonte në këtë mënyrë kundërshtarin, ndoshta rrezikoja shumë sa mund të merrte edhe një karton të kuq. Fetaj. Nxit tashmë për lojtarët e skuadrës së Moldavis, mbyll këtu Fabian për Ndreca.
Riveni nga vija fundore. E para pikërisht për Fabian Përndrecën. Topi edhe për para drejtë sulmit, mundësi e mirë tashmë të shohim ky pasim i dhënë për Tomën brenda zonës. Toma nuk arrin do të realizoj. Minuta e 33, shansi shkëlqyer për Rok Tomën. Largoi topi nga ana e Fikajt. Arlin Kurti. Fetaj. Tashmë sërish për Rok Tomën, shërben për Dodajn. Sërish më i fortë siç duhet ai pasimi dhënë nga ana e Rok Tomës. Tjetër mundësi tashmë për retarët e skuadrës së Moldavisë është brenda zonës, pikërisht numër 7 Radu. Në një tjetër Radu, ky top i cili devijot nga Vokri, më pas kjo goditje kontrollon Giulio Veliaj. Rast mjaft i mirë për të barazuar shifrat për skuadrën moldave ishte Nikolaj Telic. Mjaft i mirë ky reagim i portierit Giulio Veliaj, portier i cili luan për skuadrën e Forlit në kampionatin italian. Vokri. Ka buar këtu pikërisht Arlin Kurti. Në kjo goditje drejt portës, sërish Giulio Veliaj, der në dy kohë arrin që të kontrolloj. Fetaj. Topi hedhur përpara drejt sulmit. Topi që mbahet nga ana e lojtarëve të skuadrës së Moldavisë, shikoni se ku preson Fetaj, pas tij është edhe Burak Alili. Ashtu Djar Vokri për Ndreca, mjaft mirë lojtarët tanë arrin shumë shpejt të rekuperojnë topin. Në e cila do të kryhet nga ana e Fikajt. Kartoni verdh pikërisht për Fabian Përndrecën.
Në vene tashmë ndron duart, i takon skuadrës moldave. Shumë i nervozuar edhe Alban Bushi me përndrecën. Fetaj. Ajdon Shehu. Dodaj. Pasimi dhënë për para, drejt Tomës. Topi që kontrollot nga ne Burak Alilit. Edhe një tjetër Alili. Mundësi e mirë, këtë topi dhënë për Tomën, është Dodaj brenda zonës, sërish Toma. Përvon krosimin, topi është devijuar, ka një goditje nga këndi në favor të skuadrës tonë. Shkon për të ekzekutuar pikërisht Burak Alili. Për ndreca, mundësia e mirë, të shojmë tashmë me ky krosim drejt zonës, në shtull parë topi që është larguar. Vazhdon aksioni me këtë goditje të numrit 2 Djar Vokri, shumë larg kuadratit portës, ajo tentativ e Djar Vokrit. Provojnë edhe një tjetër tashmë lojtarët e skuadrës së Moldavis. Provojnë të dalin përpara lojtarët tanë. Krosimi drejt zonës. Topi është devijuar dhe ka goditje nga këndi. Shkon për të ekzekutuar pikërisht të goditje nga këndi Kristian Antociuc. Në ky arkim drejt zonës. Topi që mbetet aty dhe më pas kjo goditje kontrollon Giulio Veliaj. Ajdon Shehu. Ramaj. Topi që jepet për Kurtin. Edhe një tjetër mundësi për Fikajn. Fetaj. Topi që është jashtë javë kufizuese dhe vjen i takon skuadrës tonë. Ekzekutohet pikërisht nga ana e Fabian Përndrecës.
Kurti. Mbrojtësi i skuadrës së Laçit, Arlind Kurti. Në kraun e majt pikërisht për Ndreca. Edhe një tjetër lëviz mirë, Fabian për Ndreca. Vjen ky krosim, topi që është bllokuar ka goditje nga këndi. Është e dyta goditje nga këndi. Në topi është pikërisht Burak Alili. Simi drejt zonës, më pas kjo tentativa për Ndrecës, vazhdon aksioni Djar Vokri. E ka buar në pasimin e tij për Ramajn. Telic. Që merret nga ana e Thomas. Humbet shumë shpejt kontrollën e topit Roktoma. Në kraun e djathtë tashmë skuadra e Moldavis. Me t'i dëmtuar pikërisht Fabian për Ndreca. Shem të krosin drejt zonës. Pron Antociuc, më pas edhe Paskari. Ka një faull të shkaktuar nga ana e lojtarëve tan. Edhe një tjetër faull i shkaktuar pikërisht nga ana e Kevin Dodajt. Additional time for first half, 1 minute. Këtë vetëm një minutë shtesë. Kjo do të jetë mundësia e fundit për skuadrën moldave për të barazuar në fundin e kësaj pjese të parë. Vjen ky krosim drejt zonës, topi devion nga ana e Ndrecës. Fetaj. Faul i fituar pikërisht nga ana e Fetajt. Goditje dënimi në favor të skuadrës tonë. E këtu vjen vërshëllima, mbyllet kështu pjesa e parë mes Moldavis dhe Shqipërisë 0-1 në kompleksin stërvitor të Federatës Moldavis. Luhet kjo sfidë. Shënuan lojtarët tanë me anë të Burak Alilit në minutën e 18, një super gol nga rreth 40 metra. Kaloi përpara skuadra e Albambushit. Kjo ishte pjesa e parë të nderuar miq të FSHFTV. Ne do të rikthehemi sërish së bashku pas 15 minutash për të parë se çfarë do të sjellë pjesa e dytë e këtij takimi.
Rikthehemi sërish së bashku miq të FSHFTV, tashmë me pjesën e dytë të takimit me skuadrave të Moldavisë dhe Shqipërisë, ndeshje kjo miqësore për moshat U21. Shohim se çfarë do të sjellë pjesa e dytë e kësaj sfide. Kujtoj që e para u mbyll me rezultatin 0-1 në favor të skuadrës tonë, me një gol të realizuar nga Burak Alili në minutën e 18. Janë disa zëvendësime të kryera tek skuadra moldave, por të shohim nëse në pjesën e dytë Alban Bushi do të bëjë ndryshime apo do t'i besojë sërish të njëjtin informacion atyre të cilët ishin nga minuta e parë. Topi i parë nga qendra në këtë pjesë të dytë nis pikërisht nga skuadra moldave. Ka në fakt asnjë lëvizje me sa duket nga ana e trajnerit Alban Bushi. Kurse nga skuadra moldave cila kreu disa zëvendësime. Jucătorul cu numărul 18. Krosin drejt zonës, kjo goditje, topi shkon travers. Pranë golit skuadra moldave në fillimin e kësaj pjese të dytë. Jucătorul cu numărul 20, Pavel Nazar. Jucătorul cu numărul 10, Mihai Lupan. Jucătorul cu numărul 19, Victor Ciubașu. Și jucătorul cu numărul 11, Vyacheslav Kozma. Substitution in the national team of Moldova. Players out. Number 12, Roman Domenko. Number 14, Petar Gospodinov. Number 17, Ovidiu David. Number 7, Lucian Radu. Number 18, Cristian Antonciuc. Topi që mbahet nga ana e Ramajt. Number 1, Daniel Vârlan. Number 20, Pavel Nazar. Number 10, Mihai Lupan. Number 19, Victor Ciubașu. Ndreca, falli shkaktuar. Largohet David, në vend të tij është Nazari. Topi që kontrollohet nga ana e Dodajt, tërhequr shumë mbrapa Kurti. Pra topi nga ana e Alind Kurtit. Toma. Mbështetjen e përndrecës në krahun tjetër, topi është për Dodajn, brenda zonës Kevin Dodaj. Edhe një tjetër janë lojtarët tanë ata të cilët kontrollojnë përndreca. Përndreca duhet bëjë kujdes pasi e ka një karton të verdh. Që zhvendoset në krahun tjetër është Ovidiu. Fetaj dhe Burak Alili, dy lojtarë cilët vrapojnë vërtet pafund. Ndeshme Fikaj. Nuk mjaft mirë Elton Fikaj. Të krosim drejt zonës, pasimi i cili është devijuar. Largon topin pikërisht Fabian Përndreca. Toma.
Topi që kontrollohet nga ana lojtarëve të skuadrës së Moldavis. Kraun e majt është Radu. Simi drejt zonës, Veliaj arrin të ndarë atë top. Fiton madje edhe këtë faul. Giulio Veliaj. Faul tashmë të shkaktuar Ajdon Shehu, më pas është Dodaj, Kevin Dodaj, i cili kalon një moment mirë pikërisht tek skuadra e CSKA-s Sofjes. Prezenti 6 ndeshje deri tani, sigurisht është sezoni i parë dhe duhet pak kohë sa të ambientohet. Për Ndreca, që është larguar. Në një tjetër Toma. Ajdon Shehu. Alili. Është vendosur në kraun e majt. Grish për Fabian për Ndrecën, por ka pozicion pa rregullt. Shëndëshmë tjetër top i cili kontrollohet nga ana e skuadrës moldave. Merë një vrejtje, Kevin Dodaj nga ana e gjyqtarit kryesor. Topi që është blokuar nga ana e lojtarëve të skuadrës Moldavis. Faul ky i shkaktuar ndaj Kurtit. Edhe një tjetër Veliaj. Asini dhe në kraun e majt. Fetaj. Pason jo mirë këtu Fetaj. Kurti. Mbron topin dhe mban brenda vijave kufizuese gjithsesi Veliaj. Vizje mirë e portierit. Edhe një tjetër mbajnë topin lojtarët e skuadrës së Moldavis. Dodaj. Edhe një tjetër Kevin Dodaj.
këtë pasim në qendër i cili është bllokuar. Ajdon Shehu. Dodaj. Edhe një tjetër mund të ndërtoj skuadra moldave, duket si më kërkuesi në këtë pjesë të dytë. Kujtoj që në minutën e parë të pjesës së dytë goditi traversën. Fetaj. Shehu. Një tjetër faul. Për Ndreca. Nuk arrin do ta mbajë këtë top brenda vijave kufizuese. Edhe një tjetër janë pikërisht lojtarët e skuadrës Moldavis me anë të David Sirbu. Shehu, Fetaj. Të vetëm për Tomën. Pas ky pasimi dhënë për Kevin Dodajn, ka pozicion pa rregull për të. Pozicioni është lojë pikërisht për Kevin Dodajn. Ka një verdh pikërisht për sulmuesin Shkodran. Për Ndreca, Shehu nuk e ka marrë si duhet atë top. Toma. Edhe një tjetër rok Toma. Fetaj. Një e cila i takon skuadrës tonë. Topi hedhur përpara drejt sulmit. Pikërisht numri 10. Lupan. Kjo goditje shumë larg kuadratit. Kërkoj që bëhet gati për lëvizjet e para edhe trajneri Alban Bushi. Fillimisht futën lojë Vladislav Kostin për skuadrën moldave, largohet Mardari. Janë disa lëvizje tek skuadra jon. Largohet për Ndreca.
do të jetë Selimaj. Si dhe Dario Daka. Si duhet ka marrë vendin e Diyarbakrit. Kurti. 61 minuta lojë, Moldavia 0, Shqipëria 1, gol e realizuar nga Burak Halili në pjesën e parë në minutën e 18. Fetaj. Daka. Topi edhe përpara drejt sulmit. Fikaj. Ka gjerë në krahun e majt, pikërisht për Selimajn. Është Ermis Selimaj, shqiptari i cili luan tek skuadra e Pasianinës në kampionatin grek. Ndërkohë që Dario Daka tek skuadra e Vorës transferuar në merkaton e kësaj vere nga radhët e Trapanit në serinë C italiane. Faull këtu i shkaktuar pikërisht ndaj Burak Halilit. Është Rama, in fakt, dhe jo Halili. Number 3, Daniel Andreicu, and number 6, Vladislav Kostin. Në dobit është Fetaj. Edhe një tjetër Fetaj. Një faull shkaktuar ndaj Fetajt, do të vi një karton i verdh. Shkohet pikërisht numri 9, Nikolaj Telic. În continuare vor evolua jucătorul cu numărul 3, Ermis Selimaj, și jucătorul cu numărul 20, Dario Daka. Substitution International Team of Albania, players out, number 18, Fabian Terbrenca, and number 2, Diyarbakir. Players Daka. number 3, Topi lënë më mbrapa pikërisht për Kurtin. number 20, Dario Daka. Topi dhe drejt sulmit. Daka. Mjaft mirë Ramaj. Topi që lihet në krahun e djathtë. Topi që kthehet shumë mbrapa, provon të shtrojë pressing Rok Toma. Gjashtëdhjetë e 5 minuta lojë.
0-1 rezultati i kësaj sfide. Dodaj. Ka një top të humbur për i Kevin Dodajt. Me të ritëmtuar pikërisht Kevin Dodaj, shkon edhe ndima e parë për të. Sirbu. Që jepet në krahun e majt. Edhe një tjetër janë pikë gjyqtarët e skuadrës Shqipërisë, të janë vendosur vërtet mjaft mirë, ishte një ndryrë e rrisë e Limajt. Largohet nga fusha tashmë edhe Telic. Është Kononeko. Largohet gjithashtu dhe David Sirbu. Në vendin e tij pra është Kononenko. Telic me Kesiun. Është zëvendësimi tjetër nga skuadra moldave. Fetaj, rekuperim fantastik i Fetajt. Ka hapësirë përpara. Edhe një tjetër Fetaj. Tre kundërshtarëve u mbet më pas kontrollin e topit me kokë Ramaj. Faulli i cili fitohet nga ana e Fetajt. Number 16, David Sirbu, and number 9, Nikolai Telic. Players in number 2, Maxim Kononenko, and number 15, Eduard Richard. Që ndeshmë këtë mundësi për skuadrën moldave. Që mbat një anë e lojtarëve të skuadrës Moldavis. Radu. Që është vërmën brapa për portierin Virlan. Dhuruar ku i fund të luaj me këmbë. Ka një faul tashmë të shkaktuar.
Largohet nga fusha e lojës Kevin Dodaj, në vend të tij është numri 17 Elmedin Ramaj. Si dhe Gjergji Kote merr vendin e Burak Halilit. Elmedin Rama është lojtari i cili luan për skuadrën e Vlasin. Në kampionatin çek. Ndërkohë që Gjergji Kote luan për skuadrën e Partizanit. Jucătorul cu numărul 17, Elmedin Rama. Substitution in the national team of Albania. Players out, number 8, Burak Alili, and number 22, Kevin Dodaj. Players in, number 13, Gjergji Kote, and number 17, Elmedin Rama. Që kontrollohet nga ana lojtarëve të skuadrës Moldavis. Fet ky top më mbrapa tashmë pikërisht për portierin Nazar. Lupan. Pas është Virlan. Është shumë poshtë kuadra jon. Në saktësisht Gabriel Ramaj. E variancori i takon pikërisht kuqezimve. Një parë për Ajdon Shehun. Një faul shkaktuar nga ana Elmedin Ramos. Rama e mbyll mjaft mirë. Fillojnë topin lojtarët e skuadrës së Moldavis. Është Lupan. Në krosimi drejt zonës, pozicioni është i rregullt. Jo. Është një për loja në fakt për një faul të shkaktuar. Është në fakt një pozicion jashtëlojë dhe nga aty duhet nis loja. I gjatë jedhur nga Giulio Veliaj. Von Toma, i dhe Selimaj. Fetaj. Shehu. Dario Daka.
Dario Daka, Fetaj. Fikaj. Një pozicion pa rregull pikërisht për sulmuesin Elmedin Ramaj. Dhe 15 minuta loj, me të 0 me një rezultatin në favor të skuadrës tonë, tani parë për Rock Tomën. Me se duket largohet nga fusha e lojës Rock Toma. Shumë se kur do të marrë vendin e tij është numri 5 Ervin Bashi. Ashtu dhe Etnik Bruti. Ka dalë në qendër të sulmit tashmë edhe Dario Daka. Do që lojtari tjetër përveç Rock Tomës është larguar edhe Fetaj. Substitution in the national team of Albania. Players out. Number 7, Fetaj, and number 11, Rock Toma. Players in. Number 5, Ervin Bashi, and number 10. Një riveni anësore tashmë e mbron mirë të top Dario Daka. Kryet kjo riveni anësore nga ana Selimajt. Bashi. Kovi që edhe njërë tjetër kthehet më mbrapa. Ky pasim për para drejt sulmit për Dario Dakën. Atë me shtetjen e Brutit. Gjergji Kote. Me të ridëmtuar pikërisht një nga lojtarëve të skuadrës tonë, nëse duket është Arlin Kurti. Topi larguar për para drejt sulmit. Edhe një tjetër mundësi pikërisht për skuadrën e Moldavis, ky topi devijuar let. Afundon duart e portierit Veliaj. Ka një faull është të shkaktuar.
Edhe një tjetër janë pikërisht qytetarët e skuadrës Shqipërisë, ata të cilët provojnë me anë të Fikajt. Topi jetë drejt sulmi për Selimajn. Dhe vënë anësore tashmë në favor të skuadrës tonë. Edhe 10 minuta lojë deri në fund 0-1 kryeson Shqipëria. Këtë kjo rivëni nga ana e Ermis Selimajt. Ramaj. Rivën për Fikajn, i gabuar pasimi dhe nga Giulio Veliej. Krosimi drejt zonës, mundësi e mirë, topi devijohet. Dario Daka. Kurti. Kote. E një tjetër Kurti. Ramaj. Fikaj. Topi që është devijuar. Që Daka, më pas Etnik Bruti. Selimaj. Bruti. Ajdon Sheu, pasimi që kthehet më mbrapa pikërisht për Ramajn. Ndërkohë devijoi ai top nga ana e Ramës. Selimaj. Bruti. Nu a ajuns 30%? Fikaj. Nu e leșca în parcec, filmat 3 meciuri cu 30%. Ты имеешь в виду через это? Edhe një tjetër përpiqen pikërisht qytetarët e skuadrës Moldavis. Krosimi drejt zonës, topi që është devijuar. Tjetër tentative, cila blokohet. Kontrollon këtu më pas edhe portieri Veliej. Edhe një tjetër mundohet pikërisht skuadra moldave. Përpiqet pikërisht tashmë Bruti, Daka. Mundësi e mirë, vjen ky krosim drejt zonës, topi që kontrollohet nga ana e portierit, por ka të pozicion pa rregull për Dario Dakën. Këto në terren tashmë lojtarët moldav. Një mundësi në krahun e majt Lupjan. Bllokuar ai krosim, përpiqet edhe Gjergji Kote. Topi edhe një tjetër drejt zonës, mundësi e mirë ky pasim në qendër. Selimaj marrë dëshritën e kapitenit pas largimit të Fetajt. Kote gabon atë pasim Gjergji Kote.
Tjetër top drejt qendrës. Rrezikoi vërtet shumë Gjergji Kote. Në të top Kurti. Daka. Ka një ndërhyrje pa rregull shkaktuar ndaj Arlind Kurtit. Në shkohet me karton të verdh Eduard Kresjun. Shkohet pra pikërisht numri 15 i Moldavis. Merë ndihmën e parë, tashmë pikërisht Arlind Kurti, mbërtës së skuadrës së Laçit në kategorinë e parë. Shënë është më këtë mundësin krahun e djathtë. Bruti, kjo goditje etnik Brutit. Në dy kuarin kontrolloi, pikërisht portieri. Në këtë goditje nga këndi tashmë. Këtë krosin drejt zonës është shumë i lartë në shtyllë të dytë, devijohet. Kote. Topi që mbahet nga Selimaj. Top i cili është larguar Daka. Ka hapësirë përpara Dario Daka. Daka, Hajdon Shehu. Bashi. Topi gjatë jetë përpara drejt sulmit ka mundësi tashmë. Skuadra jon edhe një tjetër Gjergji Kote. Ramaj. Topi hedhur përpara dhe një tjetër Elmedin Rama. Provon pasimin e qendër për Gjergji Kote, edhe një tjetër e mbron mirë të top skuadra jon. Krosimi i cili është devijuar Bruti. Shërben mjaftin krahun e majtë tek Selimaj. Çfarë mundësie për të realizuar golin e dytë ishte Dario Daka i lirë në qendër me portën e boshatisur. Pozicioni ka qenë tërësisht i rregullt. Shumë i nervozuar me të drejtë Dario Daka.
duhet ta kishte mbyllur atë aksion më mirë. Shkohet Daka me karton të verdh për reagimin. Që përfundojnë 90 minutat e kohës së rregullt. Additional time for second half, 5 minutes. Do të jenë 5 minuta shtesë. Mësimi drejt zonës. Topi edhe përpara drejt sulmit, Rama. Daka. Edhe një tjetër Dario Daka, më pas është Kurti. Provon të krosoj, del së bashku me topin e vijave, kufizuese. Që mbahet nga ana e lojtarëve të skuadrës Moldavis. Largohet topi pikërisht nga ana e Kurtit. Daka. Një faull shkaktuar në sulm nga ana e Dario Dakës. Edhe një tjetër ndërhyrja e Dario Dakës. Mësimi drejt zonës, topi lart, kontrollohet nga ana e Giulio Veliajt. Nervozuar dhe portieri Giulio Veliaj. Topi hedhur përpara drejt sulmit, përfundon jashtë vijave kufizuese. Pa rregull tashmë, faull të shkaktuar. Se çfarë do të sjellë tashmë kjo goditje dënimi është ndoshta mundësia e fundit për skuadrën moldave. Është i ulët, largohet për momentin nga ana e Gjergji Kotes. Rama, top jetër përpara drejt sulmit. Kërkon pikërisht Gjergji Kote, në qendër është Daka, edhe një tjetër Kote, ka faull të shkaktuar në sulm. Pikërisht prej Gjergji Kotes.
Ka edhe një tjetër pikërisht ky moment. Se duke do të ketë kohë për një tjetër aksion të skuadrës moldave. Por jo, këtu vjen vëshëllima, mbyllet kështu kjo sfidë nga kompleksi stërvitori i kombëtares Moldavi-Shqipëri për moshat U21 0-1 fiton Shqipëria me një gol të realizuar në minutën 18 nga Burak Halili. Goditje nga rreth 40 metra në goditje të dënimi përfundoi në rrjet prej mesfushorit të kombëtares tonë. Bëm një paraqitje të mirë, sidomos gjatë pjesës së parë, ndërkohë që në të dytën Moldavia mori disi terren dhe goditi traversën, kujtoi në fillimin e pjesës së dytë, por më pas nuk arriti dot të krijojë raste shumë të mira në portën e Velia. Gjithsesi kishte kontrollin e lojës, kontrollin e topit. Paraqitje pozitive për të besuarit e Bushit, të cilët pas 4 vitesh do të luajnë në Elbasan, pikërisht përballë skuadrës Ukrainës në ndeshjen e dytë miqësore dhe të fundit për këtë vit kalendarik. Ne vim në pamjet e fundit të nderuar miq të FSHF TV. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.